zall edhe gur prej Serbisë, a keni ndonjë këtë fakt? Po, a ju vjen bre marre? Që ty në që në qeveri për thom, a ju vjen bre marre për terminalet dogan? Po shëndetje mi së dashur, mi se vini të dhe në analizë, shkojnë a vidën radhës, Gjini, Ardian Gjini, e AOK-s. Miq, me dalë Gjini, me kritikue, lëvizje me të vendosje, të i ditë, se që kanë bo këta, më heret, ku kanë në Kosovën më heret, me të vërtet është turpi i botës. Por që kritikon, kretë në regull pajtohem, veç me kritikue, me rana, e dallavere, me mashtrime, këta se kuptoj. Kritika gjithmonë është nosh, kritika e mirë është gjithmonë është nosh, jo ofendime, jo ku di ku thashëne, por me shpif, vetëm për vota, me shpif, me bloku kuvende, vetëm për vota. Po shkojmë në ndëgjoj miq, të diskutoj. Nore, vetë vendosja, ky që është kryeministër në detyrë, edhe gjithë këta e kanë pas bo nomin në Kosovë, nomin e kanë pas bo, me tregu qysh qeveria duhet me i bo vetë edhe mos me bo outsourcing, të më thonë mos me ja jap privatit. Qëre me së dashër, a për të gjërin që është ka thotë? Për çka kom i bo privati, kur të punë buni për shteti vetë, edhe paret i me shteti vetë, sepse nga këto pare, nga doganat, paguhet shteti, policia, ushtria, gjitha pensionet, ku të dhjën, rrogat e deputetve, gjitha pagun të, për çfarë arsye me marë privati këto resorte? Për çfarë arsye? Ama vetë me një arsye. E ju e keni dhonë, sepse i keni vjedhë bashkë, i keni nda bashkë, e shteti ka morë zero për këtyre resorte. Por post një që ka pos shteti, vetëm për qasajnë ka marë. Këta të reguë, Gjini, po jo po lavra. Shkujna me që? Me i operu, a u konë qështu? E kanë pasur të Kosovën, ty ku janë 15 milion në vjetë ju në konë krejtë qarkullim aty, edhe pjesën ma të marrë shpediterat e marrë. Kishe kundër kujgjëviq, pjesën ma të marrë shpediterat e marrë, a përshë? Për marrë, do më shpediterat për marrë kanë pjesën ma të marrë të dogonave, që kësë që sënë kërkun botë. Kuna për të regonë? Neve? Shkuna me që? Nuk më intereson e pjesë. Aha. A dini që e në të botë tash? Hade? Outsourcing është me 100 miliona për energji. Aha. Se i ka institucionet e shtetit që mujnë mi tregtu energjin, edhe ju jep licenca kompanive private që i kanë 2 punësum, edhe një laptop në zyre, edhe qarkullojnë 100 miliona, edhe zoni si ulijet. Vesh pak, këtu stop pak. Vesh në tregona neve, kush e ka shit këtësin? Hajt, edhe tani mundë ullëm e flasim sa të dush. Kujton të që i populli këti këto gjëra? Por zoti, kujton që ne nuk dim sen. Kujton të që ne nuk lezojmë, nuk i shohëm senet. Apo që ka shpuna jo të burë? Trego, kush e ka shit këtësin, kush e odhe që këtësin? Tani flasë. Nuk mune jo me a gjullu vizëve të vendosje. Apo Albin Kurtit, apo Albin Babës. Të sene që ju i keni bo, jo ti personal, se kesin është PDK-ja, po bashkëni me juve. Se ju s'keni këndërshtu. Shkojna me që? Apo nuk flasin, as nuk deklarohen, nuk guxon ti me u marrë me ta, se bën vaki të lëshojnë prap grejzat e Facebookut, vandalët e Facebookut të lëshojnë shpinë. O, Ardian Gjini, hinë këshera burë, YouTube tem, Facebook tem, TikTok tem. Sa grajin nga una ju e jënë, që na shajnë na ofendojnë. Me gra, me fëmi, me familje, me babë, me nëmë. Shumë për ty në veç shajnë e fshinë, akon qash burra që jënë, qash trima që jënë. Në malë ka gjithë shka. Por nuk muna me akuzu gjithve juve për këtë punë. Se jënë disa legena. Edhe jesë mune akuzarit e gjithë. Ka që shojnë, ka që ofendojnë pa tjetër. Por kjo nuk është e mirë. As nga ona juj, as nga ona lëvizëve vendosje.
sepse nuk qënë kërkun për para kjo. As juve as neve. Shto që, po të bëjtë thirrje publike, hinë këqyri videot e mija ndash YouTube, ndash TikTok, ndash Facebook, edhe këqyri sa shamit unë vinë mu nga ona juaj. Jo ti personal, po grupi juaj, jo kës, jo PDK-s, LDK-s. Edhe tani dilë folë para televizionit. Kallaj është me gjuhë topin dikun tjetër. Daloj pak senet, doj pak senet. Shikoj senet, tani dilë televizion. Edhe folë. Qëni tash t'i dallimin. Hajde? Për 15 milion vjet e kanë pas lodh Kosovën, e kanë pas zhly çdo një. Do më thonë, unë për kuptoj me që dashit për 15 milion vjet e kanë lodh popullin. Do më thonë që këto 15 milion, që i kanë vita të rregullisht 20 vjet të shumë kur gjë. Tash, se di. Unë për kuptoj që shtut. Nështë edhe kam edhe gabim. Shkojnë miq? Gjallë në Kosovë. Ajo kon outsourcing. Qeveria ju ka dhënë licenca disa kompanive me i kry punë të shtetit, me i marrë paret për shtet. Vallahi, o gjini, unë vje keq që po thonë, po do të me thonë që po rranë. Sa e madhë. Që se asë njëse ka marrë shteti. Me pas marrë shteti, kretë këta që i kanë pas këto dogonat shtetit nuk shimë bo milionera. Këto rrana, shqitja dikuj tjetër, e jo neve. Lej këto polovra ti. Të polovra, shqitja dikuj tjetër. Tregon ati neve, qysh Ramush Haradinaj i falki ka 50 milion, thë ke për fali për qef. Kuna për sheti plenë, Allah. A dardha, kumbla, molla. Këta tregon ati neve. Ramush Haradinaj thë ke për fali për qef kër e pëtë ke gazetarja. Ku po do me shku? Kuna po do me qitë plenë të vla? Po do me qitë plenë sive, kujna? Lejto rana bre burë, do shmetar turp, me dalë me rajt para televizione. Sa kështë të full mire qëtë, më qitë për vetë vetja burë. Mos raja burë se marë turp, do shmetar turp, me dalë me rajt para televizione, la. Kalzoj ti, poblet që theke Ramush Haradinaj, qysh, qëfar qefi, pare qëtetet, pare tone në to. Ne pagujmë të atim Kosovë. A do përja fali ish kompanis, për pik qefi. Del këtu mashtrime, rana, jo gjini, nuk lom, as të jas kërkon. Do i qesëm me fakte. Këto e në arkiva, s'pithomune, jënë arkivat gjalla, trujtne. Pashti, i outsource, do më thonë, i licencon kompanit private me blet 100 miliona energji elektrike, tu i pas institucionet e veta që mujnë i boni gjotë tjilë. Kjo është domi juaj, i PDK-s, jo i LVV-s. Jo e këni prungi gjendje. Ata e në që i kanë shqit, bashkë me juve. Këta të regoja po dhe më s'harro. Edhe nuk flasin, mund kjo të merej, që ka bon tjetër. Hade? Shkon, i blokon gurthysit që është shumë ma vogël se kjo po qëniso është të mërshme, është brutale, është të tërpshme. Blokohen gurthysit, nëse... Po blokohen o intelektual, o deputet, blokohen se s'kan leje. Normal që blokohen. Ku ke po ti me funksionu i shtetë pa leje? Ku? Në cilë vend botës shko, edhe në Afrikë me shku atje, një kompani që nuk ka leje për me figur, apo me maru rër, apo zon, shteti e mbyll. është logjike kjo. Apo do në shtet, apo do në shtet Allava. Apo do në shtet demokratik, evropian, apo do në shtet Allava e Balkan. Vjedh kush sot mund me vjedh. Këto kallëzoja popullet. Çfarë shteti pedoni ju? Po unë besoj ju do një shtet Allava, se aty një mësu me gjithë dur deri këtu. Një mësu me gjithë dur, me vjedh. Po e ka kep babloku thesin. E ka kep. Aty, kuna ju kanë zonë dur, javë ka therë. Kërgja thellë. Dosh me pas tërp, me dalë para televizori. Unë e di që politikanët rajnë.
Unë e di që politikanët rranë, politika është rranë, po me rranë këtë mënyrë, me të vërtet njeri do të pas pak ftyrë. Shkojnë me që? Shkoni përpej, keni me i pa operator që ndërtojnë rrugën, pjesën e rrugës prej Ujmirit, prej Kievës deri në Dolc, a di që janë të bo? Gurë janë të marë. Nuk janë të bo rrugën. Janë të marë gurë, se s'ka gurë. Nkos guri nuk ka, zallë s'ka. E a dini që ando që është tragikomike? Hajde? A dini që Kosova importon zallë edhe gurë prej Serbisë, a kini një këtë fakt? Po sepse nga... A dini... Ministri të relevante... O Gjini, po është zote je ka që ditë shë. Gjini, a din të sa produkti vjen për Serbisë? Qa po që ditë shë o burë, kur ju i keni bu këto marveshje me herët o vla. Ju keni pru 20 vjetë vla, ushqim për Serbisë. Ju i keni mitë poplën e juj, që kur s'pornon Kosovë ma shumë se 50-60 vjetë, kanceri. Ma vre burë mës raj o vla, mës dil me raj për televizioni. Ju e keni mush Kosovën kancer me ushqime nga Serbia. Cilën të këshirë Kosovë, dish për kancerit, dish për infrakti. Cilën të këshirë? Ka erë këtë kancer. E ti po del për folën për gurë. Ti po del për folën për gurë. Dëshmetar të turp. Për bez do të metar të turp. E ma turp do të mi orë gazetarve, analistave, që s'po ta bojnë këtë pyetje. Sikurën e. Po merresh me gurë, a nuk po merresh me ushqime. Që 20 vjetë, ju keni marrë ushqime nga Serbia, ka 500-600 milion vit ishin ushqime. E po më kanë të mu për gurë. Këtu i keni pru ju. Jo Albin Kurti. Albin Kurti nuk i merë gurë për Serbisë. I marë firma private. Kësë mund me i bo kërkuna kur gjo. Mëse për mund me i bo ushqimin për Serbisë. Por poblet që ato me bo. Kur vinë ushqimet, mos me ble. Këto nuk mund me aqit jo Albin Kurtit. Harone. Kam duku nuk pëlqoj licenca. Po i pës gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. A ju vjen i nati me ble zallë edhe gurë Kosova në Serbi? A ju vjen i nati? A ju vjen bremare? Që ty neve që në qeveri për thom, a ju vjen bremare? Por Zotë i Gjini, unë po të pës ty. Po është lumin Zot, a ju vjen marre me dhonë qakorën. A ju ka orët marre që i në dhonë qakorën. E këni shkel gjakën në dëshmorve. Po është lumin Zot, që maj malë saj nuk ka. A ju vjen marre për i përsëris me shi qakorën edhe me dalë më shitë më në full më për gurë. A ju vjen marre. Ty atë vjen marre. Ku ishe kur u shit qakorë, kur u dha qakorë, kur u përzënën shqiptarët pe qakorë me zorë. Allah hile atër të marre. Atër të marre. Tregoje poblet. Del të në folë për gurë. është turpi i botës. është turpi i botës. Atër të marre Allah hile kër i falke Rambush Radina ka 50 milion për pikë qefi. Atër të marre o burë. Apo atëre i patim shilësyt e vesht e nuk nishe, as nuk pashe. Allah hile atë vike marre. është turpi i botës. Shkona me, shkona. A ju vjen marre me pru situatën këtë ditë, me ble gurë për Serbisë, e na me vjedhë gurë këtu, që bre qenë të bo, a duhet bërë me vizatu në i sanë ma tepër, e qka... Jo, nuk ka nevoj me vizatu. Absolut, se e duke rajë kështu ashtë qare.
tamon e ke hiq perdën komplet. Vish keni pas perdë kur, po edhe ato që e pat met, e ke hiq komplet. është turpi i botës. Po në njëjtën kohë shkon te një kompani tjetër prodhuese e qumshtit, se mos të mendojmë se kur farë relacione s'kemi me ato biznese. Vallahi, po gënjen soje i madh, se keni relacione të mëdha bile. Këto e la për fond Mr. Dashur, se çfarë sport ju ka dhimbë. Sa që nuk di ç'ish më tregu. Po të ndëgjojmë çapo, të ndëgjojmë. Relacione private s'kemi. Po ne jemi të prodhu qumsht. Shkon e bën spektakël me piçpirika. Çdo sen Mr. Dashur ç'a bën lëvizja vetë vendosje, po bëj ka spektakël. Po pse ju se keni bërë këtë spektakël? Pse ju se keni bërë? Të paktin ta po mundon me bërë. Pe bojnë. Edhe po i nxojnë krimet e kriminalat. Ju keni bashkëpunu me ta. I keni do bashkë me ta. Rap, edhe ata ka punu i keni marrë në rregullim. Kështu ka funksionu shteti i Kosovës. Të partizve, të një prodhues vendor, veç me bo spektakël edhe me rënju kredibilitet. Në vend se me shku në raft në supermarket me i marë 3 litra qumsht ati prodhuesi vendor edhe me ja bo analizat se njerëzit nuk janë të shku me blet qumsht me konta në fabrikë në supermarket e blejnë. Pse ju? Përsëris, pse ju si keni bo këto Allah? Pse ju si keni shku, sa mirë pedin? Pse si keni shku i me marrë për marketa, sa ju keni qenë, inspekcioni juj, me marrë me bo këto, pas keni guzoft. Se jeni u shqipe i tyne, a sa të shqine për tyne. Mishtë Dashur, që është e vidje për sot, mire po shumë vetë radhës. Unë falit të nashta dola pak për e kontroli, por nuk i qare kur për nin, ashtë i qare që po rran, edhe ka ish perdhen komplet, me dalë me qitë moral. Një njeri që ka shqit tokën e Kosovës, një parti që ka shqit tokën e Kosovës, apo e ka falë qysh do një për mu një soj se falë me falë si jepër kush falë. As babas po t'jep sen falë sot, e ka shqit. I ka falë ka 5 milion për qef, Betelen ka 54 milion, e shumë tjere. Ky me dalë me dhëmë moral, këtu, atër e pashë zote. Miq, mirë që i përshëndes.